e tire, faktikisht për bashkëshortën e tij, e cila ndroi jetë para disa ditësh, Zot ne lutim që ata të bardhët mëshiron dhe të bën varrin e saj një kopsh nga kopshtet e xhenetit. Gjithë ata që kanë ardhur me pa për ditën e nesme, 3 ditë radha zi, po sigurisht do të vinë edhe pas 3 ditë, ata të cilët kanë dëshirë dhe kanë qef me ardhur me bë dua për ta. Allahu gjithë ata i shpërblet, po edhe ato ditë ftofta që kanë nejt shumë të ri. Sa i mahallet Zoti inshallah ata i shpërblet ata të ri. Zoti i gjithëve ne vam na bëht mundur asaj dhe gjithë ata që kanë ndruar dhe ne që do të vdesim me dalë me iman prej kësaj bote, kushdo që i del prej kësaj bote me besimin në Zotin një, inshallah është nga të shpëtuarit dhe do të kesh problem xhenetin që ka përgatitur Allahu për robët e vet. Të nderuar, thuaj se me që katulja është boj madhe dhe gjithashtu në rrethi ku jetojmë këto, nuk ka ditë ndoshta që kalon dhe nuk dëgjojmë se filani ka vdek. Filani ka vdek dhe këtë kjo nuk kemi në përqëllim që sonte të mbjellim pesimizëm te xhamati jonë. Përkundrazi, po nisën dua që edhe vetes ja kujtoj edhe gjithë juve se me që jemi në një botë kalimtare, ki për kujtimi vdekjes, besimtarit i sjell dobi. Pejgamberi unë alayhi salam ka thonë kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil, ka thonë bëhu apo jetoje këtë botë për më qenë musafir apo më qenë udhëtar. Kjo vetë për kujtuarit neve si shembull na ka pru, për shembull ne kur shkojna me një vend dikon dhe kalojmë qytete e fshatra për me mrri në vend. Këtë ki kalimi nga një qytet në qytet tjetër, neve ne sjell një masim të madh se edhe kur shkon ti dikon musafir, me gjithë pikpritjen, me gjithë ato që bëhen, përsëri nuk mundesh me dorë Zot asaj shtëpie se është e jemja. Pse? Sepse këtu jam musafir. Në një farë mënyrë të nderuar, këtu jemi të ardhur me një periudhë kohore. E pastaj kush 50, kush 60, kush 20 vjet, varësisht nga caktimi i Zotit, po ne të marr mësim unë edhe ti nga ky proces i quajtur vdekje, se një ditë do të dalim prej kësaj bote. Mirë po për kujtimi i vdekjes, besimtarit i sjell dobi në vetveten e tij. Shembull ser që kujtojmë në vdekjen, besimtari e mendon se një ditë do të dalë edhe nga kjo botë. Dhe shtohet pendimi, shtohen veprat e mira. Ka me një rast kur një njeri ka ardhur te Zoti Aisha dhe i ka thonë o i nam besimtari, do të kam një zemër shumë të vrashtët, kam një zemër shumë të ashpër në krahasim me raport me njerëzit. Ai i ka thonë e ke një sëmundje shumë të rëndë. Ka thonë cila është ajo? Po ti duhesh të vizitosh të sëmurët, të shkojsh ndonjëherë në xhenaze pra në varrim dhe pastaj ka thonë përkujtoje sa më shumë pra vdekjen. Ditën e xhumohet përmenda se vetë vizita të sëmurit, besimtarit i jep një mësim se keni një kohë, ka qenë i shëndosh, ka pas fuqi, ka pas gjitha, mirë po smundja e ka bërë të pafuqishëm. Dhe kur shkojmë në xhenaze, në varrime, edhe kjo një shenjë mirë për ti dhe për mua dhe për secilin. E ndarojmë të vdekurin, respektojmë familjen që ka atë rast vdekja fatkeqësi, po të njëjtën në kohë falim namazin e xhenazës dhe bëjmë dua për të vdekurin. Krejt që do të mira i fiton edhe i vdekurin, po të njëjtën në kohë fitojmë edhe na, po të njëjtën në kohë fitojmë edhe sevap nga ana e Zotit, sepse nuk është vetëm me shku në varrim, mirë po me gjetë të vorët finalin atje. Unë duhet me afar xhenazën, sepse ajo nuk do të shka me ranë ruku e në sejdë apo të shka qeper. Ti është me marrë abdes dhe me nderu atë të vdekurin, njëjtën në kohë respekton edhe familjen ai që e ka. Me mendu se edhe unë, edhe ti një nesër kemi më ushtri aty dhe të tjerët kanë me najfar neve namazën e xhenazës. Dhe në fund, Hazreti Aisha i ka thonë, për kujtimi i shpesht i vdekjes, ti pra ta zbud pra zemën. Prandaj, serë që përmendim vdekjen të nderuar, asnjëherë mbjellim pesimizëm, përkundrazi, mbjellim vullnet dhe dëshirë për botë veprat mira. Dhe tani vetë tubimi jonë këtu, një tubim shumë modest. Ftum pra me qasi, dajallar, e kafër, e kushto qovë që kemi ardhur. Kemi ardhur për nga respekti dhe nderi që kemi nga kjo familje. Po të njëjtën në kohë, po kjo familje neve në ka nderu dhe ka parë të arsishme filanin duhet me thirrë sepse kam një nder. Dhe dhikrin atë që të cilën na do ta bëjmë. Na do ta përmendim për Zotin. Besimtari kur thotë la ilaha illallah,
na thojmë pra nuk ka zot tjetër posa Allah. Dhe ke pa për shembull 31 dhjetori me daljen e 1 janari, pastaj 6 janari apo 7 janari. Këto besime devijante, zgjedhja apo përzgjedhja e atyre që ata thojnë se Isa a.s. është gjalli i Zotit, disa thojnë është Isa a.s. është vetë Zoti. Këtë janë besime devijante. Dhe unë edhe ti kur e mendojna se jemi pra në rrugën e drejtë, na besojnë në Zotin një, dhe nuk ka Zot përveç tij. Na besojnë se Muhamedi a.s. është dërguar nga Allahu. Këtë fjalina që po e themi tani, nuk përtojmë prej zorit e as prej marrës, po përtojmë nga krenaria dhe nga bindja që kemi pra në besimin në Zotin një. Dhe këtë dhikër, besoni se besimtarit i sjellë rahati shpirtërore. Allahu në librin e tij Fisni ka thonë: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", ka thonë me të përmendurit e Zotit, ka thonë qetësohen pra zemrat. Kush do të qoftë që ka një dert, kush do të qoftë që ka një gajle, mundohu dhe përmendë Zotin. Dhe Allahu ka për të dhënë pra një ide, ka për të dhënë një zgjidhje, një çelës të një problemi që mund të pas në jetën tënde, një konsult të qetëri, dhe kështu do të vijë ai mendimi i mirë pozitiv që mund të ndodhë pra në jetën tënde. Allahu apo pejgamberi jon alayhis salam ka thonë: ai i cili përmend Zotin, me ata i cili nuk e përmend Zotin ashtu sikur i gjalli me të vdekurin. Prandaj ti je i gjallë, jo vetëm fizikisht, po ti je i gjallë sepse ti thuaj la ilaha illallah. Ti e dëgjon ezanin dhe ti merr pjesë në përmendërisë të dhikrit. Krejt që ato janë në favorin tënd dhe çdo fjalë që e thu sigurisht pra regjistrohet për ti dhe për mua dhe për tjetrin si sevap. Prandaj xhamat, le të jemi të kujdesshëm, jo vetëm kur kemi një rast vdekje, me thonë la ilaha illallah. Thjesht të kujtohet ne me thonë astaghfirullah. O Zot, kërkoj falje. E kush nga ne të nderuar nuk ka nevojë me kërku falje Zotit për gabimet, për lëshimet. Gjithë jemi njerëz dhe gjithë kemi gabime dhe lëshime. Prandaj vetë kërkimi i faljes, tamam neve na bie ta kuptojmë se unë kam nevojë me kërku falje, po kujt pra Zotit. E ki pranim i gabimit ban që t'jesh i modest, t'jesh i përulur dhe i nënshtruar ndaj Zotit. Po pastaj në raport me njerëzit, na kur I kërkojmë falje Zotit, pse mos I kërkojmë për shembull falje filan, fal për gabimin, fal për fjalën që ta thash. Krejt që ato të bëjnë ti vetëdijshëm, I formum dhe tamam ta jap një pamje të mirë ti si besimtar se pranon gabimin, po pranon edhe këshillën që duhet me pas. Ky dhikr që e kemi në shoqërinë tonë dhe duhet vazhdohet inshallah, e kemi për një jetën e mirë që me I shku sevapi nanës, naseri dhe musaferit për derisa e qëndron në varë. Na bojnë doa për ta dhe gjithë ata njerëz që kanë ardhur me pa, edhe kanë bë doa, Zoti e fal, Zoti e mëshiro, kush secili në forma të ndryshme, kush secili ka përkujtu ato morale dhe sjelljet e mira që I ka pas. Kjo është pra një e mirë e madhe, si besimtar pra gjithmonë ku mundu njerit mja përkujtu të mirat e tij, sepse ne nuk marrim rolin e gjykatësit, absolut, por ne duhet ta marrim rolin e mendimit të mirë ndaj tjetrit, si besimtar me pas unë edhe ti edhe tjetri. Obligimi tjetër në këtë rast kur bëhet fjalë për prindërit të nderuar, kur bëhet fjalë për nanën dhe babën, kuptohet shumë qartë kjo. Nuk ka kush që mundet me I dalë hakut babës dhe nanës. Sa do që njërë banë vepra të mira, ne edhe duhet me po vepra të mira, në raport me shokun, me kushin, me kanto qokë. Mirë po, kur bëhet fjalë për babën dhe për nanën, ne duhet të jemi shumë kujdesshëm përderisa kemi prindërit gjallë apo njonin prej tyre. Çdo bamërsi që kemi bë, çdo sjellje të mirë që kemi bë kundrejt tyre, nesër kjo e mirë neve ka për të na kthy neve si besimtar, sepse ata marrin model fëmijët e tonë, e marrin një rnekin e më të mirë kushtat e ne, se si për respektojmë baballarët dhe nanët e tona. Në këtë rast, kjo e ndjera e cila ndroi jetë para disa ditësh, për një periudhë kohore e ka pas një sëmundje. Kjo sëmundje ka qenë pra shkak me dalë prej kësaj bote, sepse nuk ka diçka që mujna me thonë, a ke pa kurdhime me shumë për një tri thojnë, diç para kohë. Nuk ka vdekje para kohë, po ka vdekje me caktimin e Zotit. Kjo është dhimbja dhe pikëdhimi na që tregojnë për filanin. Mirë po para kohë dhe mas kohë edhe në kohë,
këto mund më konë fjallorin tonë për detshëm, por një send na duhet me ditë, dhe ta kemi të qartë se çdo e mirë na çevojna, thehet se vapi pa ju pagu babas edhe nanës tonë. Dhe një ditë kur do të dalin ata prindërit tonë, gjithë ne me dhanë llogari para Zotit, ata do të shohin shumë se vape, fal kujt pra falë vetë që kanë bën pra mirë. Kanë bën mirë. Ke mirë do të jetë në peshorën e veprave të mira të prindërit tanë. Ka thënë me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, robi i Allahut kur do të dalë para Zotit, do të shohë shumë se vape, që ai realisht nuk i ka bërë me gjymtyrët e tij, përderisa ka qenë ai gjallë, dhe do të pije se prindi, baba dhe nana jon, prej nga o Zot këto se vape, do t'i thuhet atij, pra, do t'i thuhet babës dhe nanës tonë, ditën kur do t'japim llogari, e vladin e hajrit, që ti ke nën pas vete ka bëu dua për ti, as i lut pra për ti, edhe përmendet me një rast kur ka një njeri te Azatiaria, ka thonë kam vështirësi në jetën time, nuk shkon puna mirë, ka diçka që nuk ka në rregull, Azatiaria i ka thonë ndoshta ti e ke harru babën dhe nanën tonë në lutjet e tua. Ndoshta ti e ke harru, e lutja më e mirë dhe normal edhe namaz edhe pas namazit dhe neve kur na bie në mendje baba dhe nana jon me thonë Zoti e fal baba dhe nanën tonë, Zoti i mëshiroft, Zoti apo varrin asaj një kopsht për kopshteve të xhenetit. Pra në forma të ndryshme ti lutesh për ata, edhe në namaz pra e ke lutje. Kemi shpërblimin inshallah nga ana e Zotit, po të njëjtën kohë në teatrin e dytë, mas e lexojna edhe tehijatin, edhe salavatet, vjen ajo pjesa e duas. Rabbena kfir li, o Zot falë mua, wali walideje, edhe babën dhe nanën. Para mendon në çdo namaz, nuk e harron ti babën dhe nanën, wali mu'minin edhe të gjithë lutesh për të gjithë pra besimtarët. Lutesh për veten, për babën dhe për nanën, po të njëjtën kohë lutesh edhe për të gjithë besimtarët. Këtë lutja në esencë të nderuar, një urësia është e madhe se ti kur lutesh pra për qetrin, nuk je i nati, nuk je xhelozi, nuk je urrejtje, dhe ti lutesh ndjen për filanin, Zoti e fal, Zoti e mëshirov, kjo tregon se pastërtinë tënde që ke në shpirtin tënd, nuk ekziston xhelozia, nuk ekziston i nati e as mendjemosja, por thjesht tregon një përulje dhe një modesti ndaj një besimtari që burr ajo apo grua. Dhe krejt për fund të nderuar, me që jemi këtu, neve në kanë ndëru kjo familje, atëra është e udhës, ne do të themi pak ma me zonë, këtë dhikër la ilaha illallah, po dhe ti edhe unë edhe qëtëri të thojmë se ne fitojnë në sevapin sigurisht, po inshallah shpresojmë edhe ajo ndjera, e cila mos të ne qëndron në varë, jeta e kësaj bote, jeta në varë, dhe jeta tjetër e përhershme në xhenet, e inshallah gjithë ne takohemi me anëtarët e familjeve tona në xhenet, atje ku nuk ka vdekje, nuk ka mërzia e nuk ka ndarje, as që ka sëmundje, por ka kënaqësi, atë çfarë ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, në xhenet ka çfarë mendje nuk ta ka marrë, sini nuk ta ka pa, e as që ke dëgju pra diçka që mund të më konë pra në këtë dunjë e pastaj mos më konë pra në xhenet. Zoti xhenetin asaj, Zoti e mëshirov, e Zoti inshallah bëj kabul të çik. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim al-karim alladhi la ilaha illa hu huwa al-hayy al-qayyum wa natubu ilayh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله يثون كن بالبلاد ثتورين الله الله جيث يثون لا جنة دار السلام تميرة
جنات دار المأوى مشتاق يا جنات ليوكم جيش قصيري نوكابا الله 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 اكبر جيش قصيري نوكابا الله 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 اكبر جنات دار الخلد ذاتي فداك ياس إضافون جيشك ماشي سكندجو الله 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 كريو جيشك ماشي سكندجو الله 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 كريو جنات النعيم باسم طاران جنغازيم جيتش كمان يا سكويتن الله 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 أفران جيش كمان يا سكويتن الله 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 أفران لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.